Pas karburantive, rritja e çmimeve ka përfshirë edhe frutat perimet në Lezhë. Brenda një kohe të shkurtër në tregun e qytetit, produktet bazë të konsumit janë dyfishuar, duke ndikuar drejt për drejt në uljen e fuqisë blerëse. Sipas qytetarëve, çmimet janë të papërballueshme krahasuar me të ardhurat e tyre, duke i detyruar të kufizojnë blerjet e përditshme. Këtë situatë konfirmojnë edhe vetë tregtarët, të cilët shprehen për një rënje të konsumit. Shumë të shtrenjta për zotin. Për pleq më të shtrenjta s'ka. Si në familje ku dalin, s'dalin për zotin. Një ashtu do të me kalu, menimin e kalamajve. Që me ba? Shumë arrit, po që. Sa kena me ba? Sa ushtu, nafta janë rritë çmimet e të këtu nuk ka kushta bleje bakësha me thënë 1 cent. Vesh ina marë natë, i sholla në le zotë i kështetin e jetën. Për zotën, 1500 lek ka marri kile molla, unë 1700 do të ashes. Ka me t'i plak raskope shitone, kështetin më rëpashim. Njëti, janar, shkurt, mars, po sharuj lek për kryt 2 lade si kam 1-5 lek, kot një gjep nuk e kam. Kam marri shishe tamel, kam marri buk. Sa me hongër buk mija. 100.000 lek. Po përballueshme çka kemi ba? S'jam përballueshme as kurrë. Dalin. Rritja e menjëhershme e çmimeve në Lezhë po ndikon ndjeshëm në ekonominë e shumë familjeve, të cilat kërkojnë ndërhyrjen e shtetit, pasi kostoja e jetës është bërë e papërballueshme për ta. Përballë kësaj situate, shihet sidomosdoshmëri edhe prezenca e vazhdueshme e zyrës së mbrojtjes së konsumatorit për të shmangur abuzimet me çmimet.